Në ndeshjen e kampionatit kombëtar të basketbollit për meshkuj, Teuta Basket shënoi fitoren e 6 të radhës në Pallatin e Sportit Ramazan Jara të Durrësit, duke triumfuar ndaj ekipit Fierak, Fieri Basket, me rezultatin 90-71. Ndeshja u vlerësua si një ndeshje e kalibruar në aksionet e mirë kombinuara që e vun skuadrën mike në këtë përballje para rezultatit humbës. Spektatorët e kontrolluan takimin nga fillimi në fund, edhe pse vinin pas një pauze 10 ditore për shkak të ndeshjeve të kombëtarës. Në këtë përballje për ekipin u vlerësuan Elian Memçaj si më i miri me 24 pikë, i ndjekur nga Bez Wright me 15 dhe kapiteni Gërrea me 14. Për debutim pozitiv në këtë ndeshje, u vlerësua dhe amerikani Dan Powers, i cili kontriboi me 14 pikë, 3 kërcime dhe 4 asistime në pozitat 1-2. Ndeshja e radhës do të jetë për Teuta Basket për ligën barakombëtare ndaj Beskidës ditën e mërkurë në Tiranë në orën 18:00.